Përshëndetje të nderuar. Jemi bashkë këtë të njëjtë me emisionin Rruga Drejt. Do të flasim edhe sonte për zgjedhjet presidenciale, pro dhe kontra zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Deri ku jemi? Sonte me mua në studio janë zoti Oliver Spasovski, sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë. Mirë se erdhët në studio. Dhe më në fund pas 3 javëve në kërkim kemi edhe përfaqësues BDI-s në këtë studio. Bujar Osmani ti rradhat jetu. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Hapësira për taktizimet subjektive politike është duke shkuar sa shkon e ngushtohet. Afatet dihen. Po ajo që është më e qartë gjatë kësaj jave është se VMRO-DFM definitivisht nuk pranon atë që ju propozoni si subjekt politik për kandidat konsensual për president. Çfarë do bëj BDI-ja tani? Mendoj se për tema serioze dhe për tema të rëndësisë veçantë, afatet janë të rolit të dytë. Natyrisht se do respektohen gjitha afatet ligjore dhe ne po punojmë që të arrijmë një rezultat në kuadër të afateve ligjore, por ajo çfarë është më rëndësishme se BDI është e përkushtuar të mbetet konsekuent në idenë e saj për kandidat konsensual. Kjo ide nuk është kaprici politikës ditore të BDI-s ose një aktivitet populistik saj, është pjesë e strategjisë afatgjatë të BDI-s për të definuar konceptin e shtetit, pozitën e shqiptarëve në Maqedoni dhe nënkupton që presidenti i Maqedonisë, që roli i tij kushtetues është i tillë që të jetë forcë kohezioni i shoqërisë në përgjithësi, duhet të reflektojë vullnetin e mos paku 2 komuniteteve. E kam thënë disa herë ashtu siç qeveria në Maqedoni nuk mund të formohet pa 2 shumicat e 2 komuniteteve më të mëdha, edhe presidenti nuk mund të zgjidhet pa vullnetin e 2 komuniteteve. Andaj mendoj që kjo është me rëndësi që të kupton opinionit, kuptojnë të gjithë faktorët politik se tani koha ka arritur që kryetari i shtetit të reflekton këtë vullnet. Prandaj ne do shfrytëzojmë sekondën e fundit nëse duhet për të arritur një marrëveshje që kryetari i ardhshëm të jetë konsensual. Ja që VMRO-DFM tha jo. Shifni, ne jemi në komunikim me VMRO-DFM dhe tani nuk kemi në pozitë që t'japim sinjale nëpërmjet mediave ose preskonferencave. Ne shumë në mënyrë transparente kemi propozuar, kemi argumentuar deri tek VMRO-DFM. Ne nuk e kemi zgjedhur VMRO-DFM për partner, për kandidat konsensual për shkak se mendojmë se janë më të mirët, po për shkak se ata janë vullneti i shumicës maqedone, edhe duke marrë parasysh se BDI është vullneti i shumicës shqiptare, mendojmë se kjo është mënyra për të arritur kandidatin konsensual. U kemi propozuar atyre, ende nuk kemi përgjigje formale. Andaj deri në momentin kur ata do të na përgjigjen formalisht, ne mendojmë se ka hapësirë të reflektohet mbi seriozitetin dhe rëndësinë e këtij propozimi. Si e kuptoni ju transparencë, për cilën ju flitni, mirë po edhe VMRO-DFM për me cili Dimovskit ishte mjaft transparente preskonferencë dhe thanë ata në konvent me 1 mars do dalin me kandidat dhe ata do e zgjedhin brenda subjektit tyre kandidatin presidencial. Unë theksova, këto mund të jenë sinjale negative. Mos realizimi i kësaj marrëveshje ose i këtij kandidati konsensual do të komplikon dukshëm skenën politike në Maqedoni. Si do të komplikon? A do të komplikon? Do të flasim sigurisht gjatë këtij emisioni, t'i japim fjalën zotit Spasovski. Si e shihni këtë që është duke bërë BDI-ja dhe VMRO-DFM-ja duke sa i përket zgjedhjeve presidenciale? Vidite, to ne je nekoja tajna, odnosno to što pravят во смисла на овие политички игри кои што се во моментот како коалициони партнери, меѓутоа прашањето е зошто тоа го прават. И ние мислам дека македонското општество мора да го подготвиме сега во овој момент и граѓаните на Република Македонија навистина да не ги девалвираме до крајни граници, да не ги подценуваме, туку едноставно да направиме се да имаме вистински претседател на Република Македонија. Зошто тоа го кажувам? Ние мислам дека во изминатиот период од 5 години навистина се девалвираше позицијата претседател на државата. Зошто е тоа така? Заради тоа што актуелниот претседател на Република Македонија навистина не покажа визија или спремност да навистина биде авторитет врз основа на кој што ќе може да се потпира нацијата. Значи сите граѓани на Република Македонија без разлика на која етничка заедница припаѓаат. Едноставно избра дека треба да го следи патот на владата, на премиерот и не знам на уште кој. И тоа се чувствува како недостаток во македонското општество. Знаете, вие мора да имате
lider Вистински на нацията, кој што ќе знае првин да ја води земјата, да покажува јасна перспектива и визија во кој што правец треба да се движи државата, меѓутоа и во моменти кои ќе почувствуваат граѓаните дека постои една сериозна криза, недостаток можеби на аргументи во кој правец се движи државата и така натаму, да биде авторитетот кој што ќе го покаже вистинскиот правец. И сега ние наместо да се залагаме во тој дел да биде така, односно наместо председателот тоа да го прави на еден начин на кој што и се представуваше во својата кандидатура во 2009 година за председател. Знаете дека многу универзитетски професори застанаа зад неговата кандидатура, имаше поддршка и така натаму и така натаму. И тоа разочарува фактот кој ќе видите како председателот излегува со кадровски решенија пред Собранието на Република Македонија за некои битни позиции. Конкретниот пример последен што беше во делот на Републичкиот судски совет. Тој кадар укажува дека председателот навистина ги заборел сите луѓе од фелата, од правото, од универзитетски професори и така натаму, едноставно кадровско решение кое што за неколку години постигнува сериозен напредок во својата кариера, на крајот е човек кој што ќе суди за судството во Република Македонија. Во тој правец мислам дека сите политички партии во Република Македонија тоа треба да го прават. Меѓутоа тоа се прави во една нормална демократска држава, слободна држава и така натаму, во која што има дебата. Замислете, ние не можеме да направиме сериозна дебата во ова македонско општество 8 години последни, да седне позицијата и опозицијата, зборам, кога викам позиција и опозиција на ВМРО ДПМН, не мислам најмногу и на ДУИ, на ДП и така натаму, да седнеме да ги размениме аргументите, да видиме што е тоа што е добро во државата, меѓутоа да видиме и што е тоа што недостасува. Како можеме сите заеднички да помогнеме во тој правец? И мислам дека свртувањето на вниманието сега во овој момент со една тема која што ја отвора ДУИ, тоа е легитимна тема, како политички бенефит кој што би требало или насока во која што треба да се движи партијата и така натаму, меѓутоа од една страна се покажува една таква димензија на овој проблем, демек се размислува за консензуален кандидат и така натаму, а од друга страна се исполнуваат желбите на коалиционите партнери. Затоа сега граѓаните на Република Македонија не можат да ја сватат играта која што се игра во даден момент. Дали се игра вистински за да избереме председател за кој што говорев јас и за кој што посакувам Република Македонија да има председател, или ова игра заради задоволување на тесно партиски интереси и коалициони. Видиш, кога кërkuat да ја kërkoni kandidatin konsensual për president, si e paramendoni atë kur ju për atë punë diskutoni vetëm me një subjekt politik? Dhe kërkoni bisedoni vetëm kërkoni atë vetëm nga ВМРО DPMN dhe nuk kyçen edhe subjekte tjera relevante në vend që të bashkarisht diskutohet një çështje e tillë, ndoshta dilet me një kandidat pranueshëm nëse jo përgjigjet për shumicën. Do përgjigjem edhe këtë. Vetëm fillim demantoj se bëhet fjalë për lojra politike. Ne kemi qenë transparent prej fillimit. Tema e kandidatit konsenzual është shumë temë serioze me cilën ne nuk bëjmë lojë politike. Nëse dikush ka argumente se BDI gabon me propozimin që kryetari i shtetit duhet reflekton vullnetin e dy komuniteteve më të mëdha, ne del dhe t'i prezanton ato argumente. Ne nuk bëjmë lojra politike dhe nuk e fusim konceptin e kandidatit konsenzual në kontekst të cili do kushtëzimi tjetër për cilin po tentohet krijohet opinion. Pse me ВМРО DPMN? Askush nuk e konteston që e keni hap një çështje. Mirë, tani më kur është e qartë se nuk pranohet dhe ende vazhdoni ta aktivizoni. Tema është serioze për të zgjidhur ose për të marrë epilog nëpërmjet preskonferencave. Do duhen partitë politike tulen edhe të japin përgjigje. Po do të përgjigjem pse ВМРО DPMN. Unë thash edhe në përgjigjen e parë. ВМРО DPMN vetëm për shkak se janë përfaqësues të shumicës maqedonave. Kjo nuk kupton konsenzusin, vullnetin e dy shumicave të maqedonasve dhe shqiptarëve. Ashtu si qeverinë e përbën shumica maqedone dhe shumica shqiptare, ajo që në vitin 2006 PDSH tentoi ta denigroj me futjen në qeveri pa pasur vullnetin e shqiptarëve. Në një mënyrë nuk kupton se ne nuk do të lejojmë që edhe presidenti i shtetit të jetë pazar i partive të cilët nuk janë prezantues të vullnetit të shqiptarëve. Ne dhe të maqedonasve, nuk kuptohet. Ne kemi parapar disa alternativa nëse dështon opcioni i parë.
Por prap mendojmë se opcioni më i arsyeshëm është përfaqësuesi i shumicës shqiptare me përfaqësuesin e shumicës. Ja dështoj. Ende nuk ajo është e qartë se do dështoj, se VMRO DPMN nuk ka as interes, as një sinjal më të vogël, nuk e ka dhënë se ajo është e gatshme që të pranojë një propozim të tillë nga ana që ka ardhur si propozim nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Duhet del të argumenton se pse janë kundër konceptit kryetari i shtetit i prezanton dy. Ata nuk janë duke u mërzit zoti Bujar Osmani se a duhet dalin ta shpjegojnë apo jo. E kanë shumicën pse ju flitni dhe ata thanë se BDI-ja nuk mund ta imponojë neve që na zgjedh kandidatin presidencial. Duli Ilia Dimovski e tregoi atë që e pa të tregoj dhe ju ende keni shpresa se mund diçka t'ja ndryshojë. Reciprocikisht as BDI nuk do të lejon askush të imponojë vullnetin e tyre në vendimet e Bashkimit Demokratik për Integrim. Andaj këto çështje i kemi afatizuar, do presim përgjigje në kuadër të afateve të brendshme të partisë, për cilën nuk kam nevojë të flas në mënyrë transparente, por kemi afate të partisë, do presim përgjigje dhe pastaj do dalim në kuadër të vendimeve të kryesisë. Do të njoftoheni Gospodine Osmani, ja s toga kažem во моето излагanje. Значи, имате легитимно право да поставите некаков услов, да поставите политичка платформа во која ќе се движите како политичка партија. Меѓутоа, за тоа веројатно и треба да има некаква стратегија. Кога мислам дека граѓаните, јас зборувам за перцепцијата на граѓаните. И пред тоа не ги деламе на македонци и на албанци. Разговараме и со едните и со другите. На улица ќе ги сретнете и македонците, и албанците, и србите и така натаму. Значи, таму не се создава перцепција дека нема некакви политички игри. Знаете зошто? Заради тоа што при стратегијата не се гледа кои би биле исходите од крајната цел на едно вакво. Од една страна, сите смета дека ВМРО си тера некоја своја стратегија и си оди се закажува се на 1 март конвенција и така натаму и така натаму. Меѓутоа, како преговорите што викате дека ги терате транспарентно, доволно од ваша страна поставена како платформа, ги терате транспарентно. Меѓутоа, разговорите што се внатре во партиите, тоа не е тема нели за јавност и не мора секогаш да биде се што се разговара внатре со коалиционите партнери. Меѓутоа, се остава сериозен простор дека вие немате сериозен концепт во тој дел како и што ќе настапите до крајот на роковите кои што истекуваат. Тука е клучниот проблем. Нашиот концепт е многу сериозен. Значи, јас објаснив која е целта и што сакаме да постигнеме со тој концепт. Прво, ќе се разговара со представникот на мнозинството македонци, кога ќе се добие одговор, потоа ДУИ има спремно сите варијанти и сите опции во зависност од околностите кои што ќе бидат создадени. Се обидува опозицијата, одредени политички партии да создадат перцепција дека ДУИ, ВМРО, ова е дел од политичкиот дил меѓу ДУИ и ВМРО ДПМН, меѓутоа јас сум тука да објаснам дека нема ништо тука дел од игра, туку напротив ДУИ има платформа, дел од долгорочната стратегија на ДУИ како треба да изгледа општество кое што е во кохезија и која е улогата на председателот. Јас се сложувам со вашите констатации во однос на досегашната улога на председателот на државата, конкретно и на актуелниот председател, и токму тоа сметам дека треба да ни биде појдовна точка ние да почнеме и да го дефинираме. Дозволете, значи, опозицијата во Република Македонија апсолутно не може сега да содадеме ние јавно мислење за тоа, заради тоа што гледате дека ние сме насочени кон нашата цел, а таа цел ја соопштивме јавно. Ние не ги коментиравме досега разговорите, преговорите што сте правили така. Ние го кажаме ставот на Социјалдемократскиот сојуз. Максимално сме посветени за изнаоѓање на кандидат во кој што ќе имаат граѓаните на Република Македонија, македонците, албанците, срби, турци, бошњаци, власи, секој друг кој што живее во Република Македонија, дека може да се подпре на еден човек и на еден авторитет. Нешто што е унишено. Значи, ВМРО ДПМН на разни начини, по разни поводи, гледате како истакнува Демек, сега ингеренциите на председателот на Република Македонија не се такви за да може да имаме председател со визија. Не е точно. Значи, надлежностите тие, меѓутоа човекот треба да има сериозен авторитет, да има стратегија како и на кој начин ќе ја обава таа функција. Дали навистина ќе ги представува граѓаните на Република Македонија? Дали тие во него може да видат човек со визија? Не може за битни прашања за Република Македонија кога се покренува, да речеме едно од прашањата кое што го поставува ВМРО ДПМН како дилема, дали Македонија треба да чекори по патот на ЕУ и НАТО? Нема одговор од страна на председател.
Всекоја нормална држава, значи, всекоја нормална држава тоа е така. И мора наистина да направиме се за да... Në rregull që në njëjtën vi. Ju thatë ju keni afate. Se janë ato afate që i kalon BDI-ja brenda vetës, që ta pres vëmërat oponent. Dhe pritin deri me 1 mars, ku në fund do dalin ata do ju tregojnë juve se ne spranojmë kandidatin që ju apo do e rikandidojnë pikërisht atë person të cilin një thatë se asnjëherë nuk do e përkrani. Ai është presidenti aktual. Gjitha informacionet flasin se vëmërat oponent dhe Nikola Gruevski e ka nda mendën se do ja japë shansën edhe një mandat ta ketë Gjorgji Ivanovi, për cilin kryetari i partisë suaj po në këtë studio pa deklaruar para disa muajsh se nuk do të përkrahen nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Ju aty e keni afatin. Nëse një gjë është veti e kryetarit Ahmeti është se ai nuk i ndron fjalët dhe qëndrimet e tij, ashtu që ju bindë se ne do jemi konzistent në qëndrimet e tona, i kemi afatizuar sakt edhe duke marrë parasysh afatet ligjore, edhe mundësit e përgjigjeve të partive politike në kuadër të alternativave, 5 alternativave që i ka caktuar kryesia qendrore, dhe ende jemi në kuadër të atyre afateve. Ende ka kohë disa ditë më tepër për të pritë përgjigje formale nga VMRO DPMNE se a pranojnë propozimin ton apo jo. Ata duhet dalin dhe të përgjigjen me argumente, për shkak se argumentimi i këtij koncepti nuk do të jetë vetëm përgjigje për opinionin, do jetë përgjigje për faktorin ndërkombëtar se ka polëviz, duke njohur VMRO DPMNE, ju si duket e keni partner koalicionit dhe ende nuk e keni mësuar se si funksionon VMRO DPMNE. Ata janë arrogant në veprimet e tyre që i bëjnë. Dhe ata nuk e shohin të arsyeshme asgjë të argumentojnë dhe të arsyejtojnë zoti Osmani. I kemi marrë parasysh gjitha momentet. Besoni se jemi në kuadër të afateve kohore të cilat i ka përcaktuar kryesia qendrore. Thash se përgjigja për kandidatin konsenzual do të jetë përgjigje që duhet të jepet opinionit, duhet të jepet faktorit ndërkombëtar, duhet të jepet të gjithëve se cili është qëndrimi i partive politike rreth integrimit të shoqërisë brenda në Maqedoni dhe integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Këto përgjigje ne i presim në mënyrë formale, jo nëpërmjet preskonferencave, jo me sinjale, për shkak se kemi raporte të tilla, jemi në koalicion dhe mendojmë se do duhet ta presim atë përgjigje formale për shkak seriozitetit të temës. Mirë. Afatat i ka caktuar vetë BDI-ja apo i ka caktuar VMRO DPMNE-ja? Do të flasim në pjesën e dytë. Do flasim në pjesën e dytë të këtij debati, është koha për të bërë pauzën e parë për reklamë. Kthehemi për të vazhduar aty ku ngelëm, kush i cakton afatet dhe kush e ka timonin në këtë lojë politike tani me kandidatin për president shtetit dhe do kemi apo jo zgjedhje parakoshme parlamentare. Ja u thash këtë se kush i cakton afatet, shkaku se edhe në rrjetet sociale, edhe këndej ishte një status interesant dhe që në fakt ka bazë. Se BDI kërkon president konsensual, VMRO nuk e pranon, ndërkaq BDI pranon kërkesën e VMRO-s për zgjedhjet parakoshme parlamentare. Cilat afate jeni duke i pritë? Cilat janë ato 5 variante për cilat flet Bujar Osmani këtu sot? Fillimisht afatet i përcakton ligji për zgjedhje, se kur duhet tipet kandidati deri te Komisioni Qendror për zgjedhje. Mirë po, unë kam theksuar edhe në disa preskonferenca, se ne kemi caktuar disa alternativa nëse dështon njëri variant, do të shohim tjetrin. Dhe në kuadër të këtyre alternativave, të cilat janë tonat, nuk janë partive politike tjera, kemi caktuar afatet se deri kur do pritet varianti i parë, varianti i dytë, varianti i tretë. Dhe këto janë afatet mbrëmshme pune të Kryesisë Qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim. Beso, unë kam theksuar se vullneti i Bashkimit Demokratik për Integrim nuk do të imponohet vullneti i asnjë partie politike tjetër, qoftë vullneti i LSDM-s, qoftë vullneti i VMRO DPMNE-s. Ne kemi politikë autonome dhe çdo vendim që do sjellim, para se gjithashtu do jetë interesi i shqiptarëve, ai që do përcakton se çfarë vendimi do bjen Bashkimi Demokratik për Integrim. Këtë kemi dëshmuar në kaluarën, e dëshmojmë edhe tash me aktivitetet tona. Ashtu që pavarësisht se VMRO ka caktuar 1 marsin për konventin e tyre, ata janë punë të mbrëmshme partijake të VMRO-s dhe nuk diktojnë as pak në politikat e tona. Ne kemi vizionin ton, strategjinë ton, afat shkurt dhe afat gjatë në kuadër të këtyre kornizave i përcaktojmë aktivitetet tona. Dhe në asnjë mënyrë nuk e fusim kontekst të kushtëzimit zgjedhjeve të parakoshme me kandidatin konsenzual në kontekstin që ju e përmendët. Ne kemi theksuar se dështimi
i marrëveshjes për kandidat konsenzual do të komplikon skenën politike, që epilogun e cilës nuk do të dim se cili do të jetë, se si do të sillen partitë politike kur në opinion do të del vendimi se partitë politike janë kundër që kryetari i shtetit shpreh edhe vullnetin e shqiptarëve, ajo do të ndronë mjaft punë tek shqiptarët dhe atëherë nuk e dim se si do të pozicionohen partitë politike, andaj ne e futëm edhe si alternative 5 eventualisht zgjedhjet e parakoshme nëse ajo klimë e re që do të krijohet do të mund të llovis kontekstin politik në Maqedoni dhe natyrisht si parti serioze ne duhet të kemi parasysh gjitha opsionet, nuk mund të na befason neve dimrin në dhjetor. Kështu që ne duhet të kemi gjitha alternativat parasysh. Mirë, sigurisht për këtë alternativë do përqendrohemi pikërisht në këtë pjesë të emisionit. Si e shihni ju si Lidhje Socialdemokrate e Maqedonisë dhe parti më e madhe opozitare këtë ide, cilën gjithashtu erdhi edhe nga Bashkimi Demokratik për integrim u përmend për zgjedhjet parakoshme parlamentare? Vidite, to što го спомнува дуи како пета алтернатива, јас не знам дали е пета алтернатива или некоја втора или трета, што би била. Ние сметаме дека Македонија максимално мора да биде последна сега на претседателските избори, да се организира, да ги постигне целите кои што треба да ги постигне, да навистина направиме таков профил на кандидат и избереме претседател на Република Македонија со кој што ќе се гордее секој граѓанин на Република Македонија, бидејќи нема човек во Република Македонија кој што не ги има истите проблеми кои што ги има секој еден граѓанин. И заради тоа сметам дека одржувањето на претседателските избори треба да биде навистина еден показ за тоа дали Република Македонија има демократски капацитет во кој што ќе може да ги спроведе законските норми и она што впрочем и заеднички го усогласивме во делот на изборниот законник, да покажеме навистина демократски капацитет на висина на задачата да бидат политичките партии, посебно одговорност да ќе падне на политичките партии кои што се на власт, да избереме на еден демократски, слободен начин, фер, претседател на Република Македонија. Профилите кои што ќе ги профилираат политичките партии на претседател може да се види дали ги остваруваат целите за кои што се залагат или не. И тука е нормална позицијата и на едната, и на другата, и на третата политичка партија, и не знам зошто отвараме дебати за тоа какви се стратегиите на едните или на другите во овој момент. Мене ме плаши дека непринципиелните односи кои што се ствараат помеѓу коалиционите партнери. Во јавност се презентира не знам, консензуален кандидат, можноста да се исполни тоа и да не се исполни така натаму, а мислам дека испод маса се договара нешто сосема друго и тоа е легитимно прашање да го поставиме ние од опозицијата. Во моменти кога реков на што најмногу сме насочени и мислам дека во тој правец Република Македонија во овој момент кога доживува најтешки денови на економска криза, на сиромаштија, на моменти на иселување на македонските граѓани надвор од границите на Република Македонија. Сите статистички податоци во Република Македонија покажуваат дека сиромаштијата, гладта на луѓето, немаштијата ги погаѓа подеднакво и оние кои што се од СДСМ и овие што се од ДУИ, и од ВМРО и од ДПА, и луѓето кои што се неопределени, македонците, албанците и секаква друга категорија на граѓани, и наместо да се бориме за концепти, значи за сериозни концепти кои што ќе ја придвижат Република Македонија напред, ние сега треба да разговараме дали сме за некаков концепт кој што би значил движење по патот кој што сме го зацртале. Тоа е Европската унија и НАТО. И ми падна во очи пред паузата која имаше завршниот ваш дел од говорот, од репликата која што имавте, од делот ќе видиме дали може да се оствари целта Европска унија и НАТО со кандидатот кој што би го понудиле партијата на власт од ВМРО-ДПМНЕ. Мислам дека на два коалициони партнери кои што се 6 години во власт заедно, да сега се постава прашањето дали Македонија треба да се движи по тој пат или дали еден од коалиционите партнери застапува Европска унија и НАТО, мислам повеќе од илузорно. И затоа треба да се движиме во таа насока, да не го
stvarаме моментот на ширењето на евроскептицизмот кај граѓаните. Nuk pajtohem me ju se çështja e varfërisë në Maqedoni është e lidhur vetëm me politikat ekonomike të qeverisë. Ne kemi koncept tjetër ose ide tjetër pse është ajo ashtu, është rezultat i bllokimit të integrimeve. Kjo është çelësi i zhbllokimit të gjitha proceseve, kurse integrimet i bllokon çështja e emrit, andaj ne çësjen e kemi që të shkojmë në etiologji, në shkakun e problemit, për shkak se mendojmë se shkaku i gjitha problemeve, duke inkuadruar këtu edhe problemet ekonomike, të demokracisë, të lirisë, shprehjes që po kontestohen tash në opinion, janë në rrënjën e kanë të çështja e emrit, për shkak se zgjidhja e çështjes së emrit do të deblokon integrimet pastaj do të zgjidhin edhe çështjet tjera natyrisht me politika të mira, dhe besoni se gjitha vendimet që i sjell BDI edhe në kontekst të zgjedhjeve prezidenciale, po edhe në kontekst të vendimit për zgjedhje eventuale të parakoshme, lidhen vetëm me rrënjën e problemit me çështjen e emrit. Ekonomskата политика, сиромаштијата и се друго што е лошо во Република Македонија во момент, не е само од економската состојба и во регионот и во светот и така. Тука се согласувам. Тоа е од две причини. Имаме од една страна економска криза, сме имале и светска и европска, од друга страна имаме крајно неодговорна власт, корумпирана криминална власт, која што не дозволува апсолутно ништо да оди на контото на граѓаните на Република Македонија, на луѓето на ранливите категории. И тоа се покажува, значи. Po, nuk jam këtu për të mendoj se dallohemi në koncept për shkak se BDI mendon se rrënja e problemeve në Maqedoni është bllokimi integrimeve dhe çështja e këto tjera janë vetëm momente që i ndihmojnë, që mund t'i ndihmojnë. Ne ta përfundojmë dhe mandej unë do të ndërlidhem tek kjo. Значи и евроатлантските и европските интеграции на Република Македонија е вистинскиот пат, отварање на можностите Република Македонија се развива. И сега да ве прашам, како може, значи, клучниот проблем за евроинтеграцијскиот процес во Република Македонија се вика Никола Груевски во МРДП. И тоа е јасна работа, па вие се сеќавате на министри кои што беа за евроинтеграции во владата на Груевски, не од ДУИ, туку беа министри од ВМРО-ДПМН. Напуштија позиција заради тоа што вика дека најголемиот проблем на ова влада затоа што не чекори по патот на евроинтеграција се вика Никола Груевски. Тоа не е Nëse Chelsea i gjithçkaje është zgjidhja e çështjes së emrit. Dhe nëse pikrisht ju si zëdhënës në shumë preskonferenca keni dalë dhe keni thënë se BDI është për zgjidhje, jo për zgjedhje të parakoshme. Pse tani i përmendni zgjedhjet e parakoshme parlamentare? Pse nuk mund gjini zgjidhje? Dhe se mendoni zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të sjellin diçka të re? BDI nuk ka vendim për zgjedhjet parakoshme. Ka futur në opsionet e veta mundësinë për zgjedhjet të parakoshme për shkak parashikimeve se të komplikimit skenës politike eventuale nëse dështon koncepti i kandidatit konsenzual, për shkak analizave të mbrëmshme që bën partia për mundësinë e zgjedhjes së çështjes kyçe, që ne përmendim çështjen e emrit, dhe si do të reflekton çështja e zgjedhjeve eventuale të parakoshme, mbajtja dhe mos mbajtja e tyre në zgjedhjen e çështjes së emrit. Sa është mundësia për zgjedhur çështjen e emrit në mes dy cikleve zgjedhore dhe sa është mundësia nëse do të mbahen bashkërisht dhe pastaj do ketë 3 vite pas zgjedhje as lokale as prezidenciale. Pas analizave të mbrëmshme rreth realizimit të programit politik VMRO BDI, realizimin e programit qeveritar në cilën është inkorporuar programi i BDI-s, dhe pastaj pas gjitha analizave duke marrë parasysh këto argumente, por para se gjithashtu duke fut interesin e shqiptarëve të cilët ne i përfaqësojmë, ne do sjellim vendimin e duhur. Vendimin as nuk do ta sjellim për shkak se i konvenon VMRO-DPMN-s, as se i konvenon LSDM-s, po as për shkak interesit partijak të BDI-s, për shkak se ne kemi tash rating më të madh, do jemi fitues absolut të zgjedhjeve dhe tani do të shkojmë zgjedhje. Nuk është kjo politika e kryetarit Ahmetit, vetë do ta fusim interesi i shqiptarëve dhe për çka i merr BDI-ja. Interesi i shqiptarëve është zhbllokohen integrimet. Vendimin për ju jeni nga 2008 deri tani në pushtet, ai proces nuk zhbllokohet.
Pasi që pengesa, e thanë edhe zoti Spasovski, është një person. Është Nikola Gruevski, partneri juaj i koalicionit. Nikola Gruevski është vullneti i shumicës maqedone dhe ne nuk mund të bëjmë të ndryshojmë vullnet. Ashtu siç është vullneti i shumicës shqiptare BDI, ai është vullneti i shumicës maqedone. Ne kemi qenë koalicion edhe me LSDM-n, për shkak se ata kanë qenë kota të influencëve shqiptarëve se mund të integrohen. Ashtu që siç nuk do të lejojmë që maqedonët të vendosin se kush do jetë përfaqësuesi shqiptar në mirë, po atë shqiptar duhet ngrenë edhe ne nuk duam parimisht ndërhyjmë se kush do të shqiptar duhet ngrenë Nikola Gruevski duhet ngrenë dorë nga procesi integrues, pasi që ata nuk janë që vendosin për diçka. Është dikush që e ka marrë votën. Unë nuk dua të futem në atë animozitetin politik që kanë LSDM, VMRO dhe PMN. Ne kemi bindjen se Maqedonia asnjëherë nuk ka qenë më afër zgjidhjes së çështjes së emrit. E dini aktivitetet tona, e dini aktivitetet e kryetarit Ahmetin në këtë drejtim. I dini aktivitetet e zotit Gruevski dhe deklaratat e tij pas vizitave dhe angazhimit të BDI-s. Jemi të bindur se jemi në rrugë të drejtë rreth zgjidhjes së çështjes së emrit. Besoni se gjitha vendimet politike të BDI-s do marrin këto faktorë në është BDI-ja mendoni apo Maqedonia? Unë flas këtu në emër të BDI-s dhe politikat e BDI-s janë në rrugë të drejtë rreth deblokimit të integrimeve. Maqedonia realisht është rrezik. Po në varë nga BDI-ja do ishte zgjidhje drejtare, zoti. Natyrisht se nuk varet vetëm nga BDI. BDI është varet kryekut nga një person i cili nuk e ka qëllimin. BDI është një prej faktorëve politik i cili po jep kontributin maksimal në ngritjen e vetdijes së qytetarëve dhe faktorëve politik se Maqedonia është në udhkryq atë që e themi ne ndërmjet izolimit dhe integrimit, izolimi i cili mund të na çon deri në konflikte ndëretnike dhe ndarjet e qytetarëve janë pro lindjes ose pro perëndimit që kemi shembull për momentin konfliktet aktuale. Andaj jemi shumë serioz për pasojat e mundshme nga status quo-ja dhe nga mos zgjidhja e kësaj çështje dhe besoni se rejtingu i BDI-s ose bindja se ne do t'i fitojmë zgjedhjet nuk janë as pak faktor në vendimin që eventualisht ne mund ta sjellim në të ardhmen, por do të jetë cili do të jetë roli i atij vendimi në zhbllokimin e integrimeve. Cili do të jetë roli i atij vendimi në përmirësimin e pozicionit shqiptarëve. Kështu ne i bëjmë analizat në kryesi qendrore, në aspekt se cili është rejtingi i BDI-s. Znači, sami potvrduat дека Македонија е блокирана, не може да се движи по пат на Европската унија и НАТО и така натаму, и тоа е факт во Република Македонија. Тоа е факт во Република Македонија. Решавањето на проблемите во Македонија мора да го решат не сите политички партии, треба да го реши владата на Република Македонија. Зошто е тоа така? Јас се согласувам дека секој од политичките партии треба да учествува толку колку што ќе даде можност да биде учествува. Меѓутоа, Никола Груевски за решавање на одредени проблеми си зема ексклузивитет. Вие тоа добро го знаете. Вие кажувате дека се разговара нешто, се води разговор некаков околу нашето интегрирање во НАТО, Европската унија, околу решавање на одредени проблеми. Меѓутоа, македонската јавност нема информации во однос на таа работа. Никакви информации како е тоа Македонија најблиску до решение на проблемот. Zoti Spasovski, unë nuk dua t'ju vend siklet. Mirë po, neve na parashtrohet pyetja pse nuk bëni një koalicion tjetër për ta zgjidhur çështjen e emrit. Pse ju nuk i pyetni ndoshta të LSDM-s se nëse ata do ishin qeveri, do e zgjidhnin çështjen e emrit. Ne asnjëherë nuk kemi marrë një premtim të tillë ose një thirrje të tillë se në një koalicion tjetër do ketë zgjidhje të emrit. Andaj, në këtë çështje e zgjedhim në mënyrë sistematike, duke biseduar fillimisht me përfaqësuesit e shumicës maqedone, por duke kërkuar edhe nga opozita maqedone që të jenë konstruktiv në këtë drejtim, mos ta fusin këtë temë në lojën e politikës ditore, për shkak se sot jemi 2014, nga 2008 jeni bashkë me VMRO dhe HMN. Asnjë lëvizje nuk është bë, vetëm kemi pas stagnimin procesin evrointegrues dhe procesin e zgjidhjes. Nuk pajtohem se nuk ka pasur. Jo, mos pajtoheni, faktet flasin qartë. Dihet ku jemi dhe pse ne nuk jemi atje ku janë tjerë. Zoti Zeqeli, ne mund kemi pas lëvizje, kemi pas biseda. Është vërtet se procesin i negociimit çështjes së emrit nuk bëhet në tavolinë para mediave dhe atë mund t'ju garantoj se progres ka prej 2008-s. Para mediave, qytetarët kanë pritur që të ketë zgjidhje, fal edhe
falë edhe angazhimit BDI-s, ju e dini që faktori shqiptar nuk ka qenë fare involvuar në çështjen e emrit, falë angazhimit BDI-s ka progres në këtë drejtim. Jo për shkak vetëm çështjes së emrit per se, po për shkak se emri është çelësi për zhbllokimin e integrimeve e ne kemi shtyllë të aktivitetit. Kako duj vëllat, ako se zadoženi za rešavanje na to ime na Ka progres në mes dy paleve. Ka progres në mes dy paleve. Ne vlerësojmë se nuk kemi qenë asnjëherë më afër në drejt zgjidhjesh, kërkojmë presion më të madh ndërkombëtar dhe kërkojmë konstruktivitet edhe nga palët tjera në shoqërinë në Maqedoni, edhe nga opozita natyrisht që t'jep përkrahje për zgjidhjen e këtij kontesti dhe ta zgjidhim sa më shpejt. Mislim da kad ne je otvoreno, znači prašenje na rešavanje na sporot i tako natomu do сега не е отворено ниту во собранието, ниту на било кое друго место. И ние само слушаме информација од медиумите дека сме сега најблиску до решението на името. Пак ќе помине некој време, најблиску до решение на спорот. И све сме најблиску до напредок кон НАТО и Европската унија, меѓутоа ние останавме закопани во рововите кои што се викаат овде во Република Македонија. Гледате како напредуваат нашите соседи и што се случува во Албанија, што се случува во Косово, што се случува во Србија, кога не можеа да замислат македонските граѓани дека овие држави ќе може да не стигнат во делот на европските и евроатлантските интеграции. Сега имаме дека тие напредуваат, ние останавме последна земја, како едно парче што е оделено. И затоа сега сме изолирани, сами тоа го потврдуваат дека сме изолирани. Никош како да сега сме изолирани. И во сите меѓународни извештаи сега не споредуваат со Босна и Херцеговина. Апсолутно. Dhe prandaj të gjithë duhet fokusohemi në zgjidhjen e këtij problemi. Dhe këtë problem mos ta fusim luftën e politikës ditore, por këtë problem ta përcaktojmë si interes strategjik. Deneska razgovarame, Deneska drejtojmë vetëm LSDM-s. Un kam për fat keq nuk kam edhe përfaqësues VMRO-s. Ju e keni çdo ditë faktikan ministra dhe ju çdo ditë. Da, zato Deneska razgovarame za predsedateljski izbor. Askush s'ka arrit që t'i bind. Dhe ju nuk keni kapacitet ta bindni zotin Gruevski. Nuk faj. Se duhet ta zgjidhë çështjen e emrit. Edhe ai është i vetëdijshëm, se ai është problemi kryesor i këtij vendi. Ai nuk dëshiron ta shef realitetin para qytetarëve vet, nuk dëshiron të shef realitetin e Maqedonisë, Maqedonia është shtet multietnik, ai e kupton ashtu siç dëshiron ai vetë ta kuptoj. Ai për atë shkak nuk e pranon dhe dalë diskutoj për propozimin e juaj për president konsenzual, përse ju ende keni shpresë se mund ndaj të reflekton. Unë nuk e di ju ku i bazoni shpresën e juaja. Ajo është çështje e VMRO-DPMN-s, ju do të ftoni përfaqësues të tyre, do të elaborojmë qëndrimet e tyre. Ju ku e bazoni shpresën e juaj. Ne mendojmë se ka progres. Deri para disa viteve ishte tabu të bisedohet për çështjen e zgjidhjes së emrit. Tash qytetarët fal edhe, nuk tham vetëm fal angazhimit, po fal edhe angazhimit të BDI-s e kanë kuptuar si një kondicio sine qua non, një kush pa cilin nuk mundet çështja e zgjidhjes së emrit. Besoj që dhe shumica e popullatës maqedone tani e kanë kuptuar se çështja e emrit duhet të zgjidhet për shkak se Maqedonia rrezikohet nga përçarja edhe ndarja etnike brenda dhe nga izolimi i tej skajshëm për shkak bllokimit këtij procesi. Kjo është fal angazhimit të Господин Османи, за сите отворени прашања, вие ги разговарате и ни информирате како се договарате со ВМРО. Кажувате дека разговарате внатре во коалицијата за дадени прашања. Да, ние сме коалиција. Ништо повеќе македонската јавност не знае од тоа. Не излегуваме со своја информација. Само едно, дека Груевски не е подготвен да реши со Господинот Ахмети излезе јавно и кажа кој е предлогот на Нимис. Тој беше првиот што го обзнани предлогот на Нимис и на еден начин дури ние форсиравме, замолејќи и ги невладините организации да се отвори дебата во општеството. Имаше неколку дебати, неколку емисии и така натаму на прашањето кој е предлогот и кој е ставот на македонската јавност. Тоа е целта на сите политички партии. Како да отвориме дебатата кога овие 8 години во македонско општество нема дебата? Како да отвориме дебата кога не само што ВМРО бега, со сите потези што се влечат, со законски решенија кои што ги носите за медиуми, за аудиовизуелни услуги и така натаму услуги, се покажува до кое ниво е слободата на изразувањето во Република Македонија, слободата на медиумите и така натаму. И вие можете да кажувате, меѓутоа не може да се амнестирате дел од одговорноста како влада на Република Македонија во која што партиципирате за она што се случува во последните 6 години, додека сте вие власт заедно со ВМРО-ДПМН. И сега е затоа се поставува прашањето: што може да се случи ново во европските перспективи на Република Македонија
со пример Никола Груевски и со влада на ВМРО ДПМН. И тоа е клучното прашање. И затоа денес разговараме, дајте дали можеме да направиме исчек напред со еден председател на Република Македонија, кој што има надлежност и во надвршната политика на државата, меѓу другото, и човек навистина визионер, кој што ќе може да го почувствуваат граѓаните на Република Македонија како свој председател. Сите, без разлика на етничката припадност, и човек кој што може да ни го покаже правецот кај што треба се движи Република Македонија. Koha është për pauzën e dytë për reklama dhe kthehemi pjesën e tretë bisedës në studio më sërish. Kthehemi pjesën e tretë dhe të fundit debatit tonë sonëm, Zoti Spasovski, çfarë do të na sillnin eventualisht po të kishim zgjedhjet parakoshme parlamentare në një situatë të tillë? Јас навистина не знам дали ќе има предвремените избори. Тоа е работа која што ја решава ДУИ и ВМРО ДПМН во Република Македонија. Има разни шпекулации, затоа тие шпекулации веројатно и ја создаваат таа слика за која што говоревме претходно, дека креирањето на платформа за консензуален кандидат само еден од изговорите за да се дојде до некаква цел која што значи предвремени парламентарни избори. Меѓутоа реков, тоа е на ниво на перцепција која што има граѓаните на Република Македонија. Се ако разговарате, па не знам, со обичните граѓани, со парламентарци во собрание и така натаму, сите се со единствен стан дека коалицијата тоа го има договорено. Меѓутоа, официјалните ставови, барем сега ги изнесува Бујар Османи, дека се уште нема одлука во тој дел. Ние сметаме дека Република Македонија во овој период мора да направи се за да се организираат фер и демократски председателски избори и да бидат тест за тоа како и до кој степен е спремна ова влада на ВМРО ДПМН и на ДУИ да спроведе фер и демократски избори. Знаете дека и да се имплементира многи од влеговме, тоа сакам значи влеговме во преговори за изборниот законник, се со цел да создадеме услови за што е можно намалено ниво на злоупотреби на избирачкото право. Знаеме дека и ОПС и ОДИХР има сериозни забелешки кои што се однесува на многу сегменти пред се на одделувањето на државата од партијата и како државните институции се злоупотребува во рамките на партиските активности од страна на владата на Република Македонија. Влеговме со цел да навистина ги отстраниме овие недоследности и председателските избори треба да бидат тест за тоа како ќе се спроведува изборниот законник, до каде сме постигнале ниво на едно демократска свест и дали повторно ќе продолжува со притисоци и злоупотреби кои што ги прави власта врз избирачите во Република Македонија. И тоа се добар тест и за тоа ние не само што сме свесни за тој факт. Ние многу работиме посветено сега на таа имплементација на изборниот законник. Навистина ќе направиме се за да мониторираме како се спроведува изборниот законник, да спречиме секакви нерегуларности, да ги охрабриме граѓаните на Република Македонија дека не може да одлучува никој во нивно име и барем на денот на изборите граѓаните на Република Македонија го имаат правото да го одберат вистинскиот пат, да го одберат својот пат, како смета дека треба да се движи државата и како смета дека треба да си го живеат животот. И токму во тој правец мислам дека треба да се упати јасна порака до секој еден припадник на власта, до секој еден раководител од локално ниво па се до централно ниво, дека треба да се почитуваат законските норми и при тоа да не се врши влијание врз граѓаните, да се злоупотребуваат избирачите и така натаму, што се покажуваше низ низа примери во изминатиот период. Така да мислам дека ако е тоа така, како што кажува господинот Османи, дека нема никаква одлука за предвремени парламентарни избори, треба сите да се насочиме кон председателските избори, да имаме вистински председателски избори, да не го деградираме овој процес, многу важен процес за избор на председател на Република Македонија, многу битен заради тоа што го бираме првиот човек, лидерот на државата и секоја политички партија мора да покаже сериозна одговорност во овој дел. Инаку се друго што би се појавило, значи како или што се појавува како шпекулација во јавноста покажува дека не се во прв план интересите на граѓаните на Република Македонија. Туку се интереси на политичките партии и на политичките лидери кои што ги водат. Cili është interesi i BDI-s ka zgjedhjet parakoshme parlamentare dhe çka do të na sillnin eventualisht ato pasi që ju i përmendni si opcion?
I mundshëm. Ndoshta do të përsëritem, por është me rëndësi cili do të jetë vendimi i BDI-s, do ketë parasysh interesin e shqiptar. Dhe kjo nuk është demagogji, po është rezultati i analizave që ne jemi përfaqësues të shqiptarëve dhe natyrisht se flas si përfaqësues të tyre në emër të tyre, por natyrisht se shqiptarët janë qytetarë të Maqedonisë dhe kjo nuk kupton edhe gjithë qytetarëve të Ne zato vikëm da registruar të Maqedonisë. Jo, absolutisht jo, por mendoj se ne jemi rezultati votës së elektoratit shqiptar dhe andaj flas në emër të tyre. Mirë po kjo nuk kupton interesin e shtetit, interesin e qytetarëve në përgjithësi. Nuk ka një vendim të partisë për zgjedhje eventuale, është një prej opsioneve. Është futur në ato opsione për shkak parashikimeve dhe analizave se mund të paraqitet një nevojë e tillë. Që do thotë se tani për momentin sa është e mundshme njëra variant mos pasja e zgjedhjeve, aq është e mundshme dhe varianti tjetër mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme. Nuk mund të themi se cili do të jetë për shkak se është një proces serioz i analizave të brendshme të partisë, e cila ka filluar me një serial të mbledhjeve të kryesisë qendrore të partisë në disa aspekte, në disa fokuse, tregova se cili do të janë ato fokuse, aspekte teknike të mbajtjes së zgjedhjeve, cili koncept është më i shtrenjtë, mbajtja e 2 palë zgjedhjeve ose 1 palë zgjedhjeve, cili është aspekti i bllokimit të institucioneve me 2 palë zgjedhje në kuadër të kodit të ri zgjedhor, për cilën e përkëzojmë LSDM-n për kontributin që e dhanë, sa do të bllokohen institucionet brenda 12 muajve, 8 muaj për shkak mbajtjes së 2 palë zgjedhjeve në 2014 prezidenciale dhe në 2015 ato parlamentare. Pastaj cili do të jetë roli i zgjedhjeve në 2015 apo 2014 në kontekst të zgjidhjes së çështjes së emrit, cili do të jetë në kontekst të realizimit të marrëveshjes politike VMRO-DPM në BDI, në aspekt të realizimit programit, janë domethënë disa faktorë të cilët ne i kemi vendosur në tavolinë në kryesi dhe me një mbledhje e cila është bërë më serial për shkak se janë 10 mbledhje në të cilët po diskutohet mbi këto faktorë, po analizohet pro et kontra dhe pastaj do dalim me një vendim ku para së gjithash do të jetë interesi për cilën folëm. Mislim da ka blokiranje na institucijite nema. Niti u svega u Republika Makedonija nema blokiranje institucije, niti ima blokiranje i poslije toga biće. Znači, argumentacijata дека ќе се блокираат институции па не може нешто да се направи, апсолутно говори дека не е то така. 6 години изминати покажуваат на дело дека не биле блокирани институции, да немате напредок во ниту еден стратешки. Ако не е така, тоа ќе се земе предвид во една од рангирањето. Така да сите фактори се ставаат на маса. Ние сме во моментот на позиција буквално на анализирање сериозно што ќе и донесе на државата избори, дали ќе придонесе за името или ќе одмогне, дали ќе придонесе во функционалноста на владата во услови доколку нема. А сега имате нефункционална влада? Не, зборам во услови, ние предвидовме дека во услови да не успее договорот, консензуален кандидат, ќе се создаде таква негативна клима. Не, јас мислам дека е нефункционална владата, затоа ве поставам како прашање, дали мислите? Добро, тоа значи дека може да биде фактор плюс во анализирањето. Така да një nga opsionet tjera që gjithashtu është në lojë dhe përmendet dhe që nuk hedhet poshtë nëse nuk pranohet propozimi apo për president konsensual që e kërkoni ju dhe në fakt gjë e cila nuk do ndodh është edhe bojkoti i mundshëm i zgjedhjeve presidenciale nga subjektet politike shqiptare. Dhe çka në një situatë këtill? A do jetë kjo hera e parë që në zgjedhje presidenciale të mos marrin pjesë subjektet shqiptare? Unë jo rasisht insistova të demantoj se bëhet fjalë për lojë politike për shkak faktit se sa seriozisht ne kemi kuptuar konceptin dhe standardin e kandidatit konsenzual. Andaj nuk mund të parashikoj se cili do të jetë reagimi i BDI-s nëse një ide e tillë fisnike që garanton në një mënyrë të ardhmen e Maqedonisë do të refuzohet. Gjitha aspektet janë në tavolinë, kryesia do i analizon dhe interesi i qytetarit do të jetë ai që do të jetë determinues në cilin vendim BDI-s. Mirpo dua edhe një herë të ritheksoj se sa jemi serioz dhe sa është i rëndësishëm për ne që mos të kemi kryetar i cili nuk do të jetë legjitim. Se cili kryetar i ardhshëm i Maqedonisë, i cili nuk do të ketë vullnetin e shqiptarëve, do të jetë kryetar jo legjitim. Ai mund të jetë legal, po do të jetë jo legjitim.
E në këto kushte në Maqedoni, të kemi një kryetar legjitim është një dridhje serioze për shoqërinë në Maqedoni dhe andaj po insistojmë çdo ditë bisedojmë rreth kësaj teme që t'i detyrojmë partitë politike të reflektojnë se sa është me rëndësi të kuptojnë realitetin e pas luftës në Maqedoni, se shqiptarët janë popull konstitutiv këtu dhe vendosin edhe për çështjet e rëndësisë siç është pozita e kryetarit të Maqedonisë. Çka do ndodh nëse kemi me të vërtetë në bojkot zgjedhjeve nga ana e partive politike shqiptare dhe çfarë do thotë për Maqedoninë? Keni bërë analizën në partinë tuaj? Vidite, eventualno jasno visino ne znam i ne možemo ni ako Bujar Osmani ne može gi predvidjeti čekorite na Dujku što bi bile ponatamo dalike znači bojkot na izborите od strana jedna cela etnička zajednica v Republika Makedonija ili тоа ќе биде бојкот на некоја од политичките партии и така натаму, секако дека блокадата на институциите не е добра во државата. И во тој дух сметам дека повторно ќе се навратам на почетокот, за да не ги блокираме институциите на Република Македонија, мора политичките субјекти да имаат една висока свест во пристапот кој што го имаат за претседателските избори во Република Македонија. А за да имаме една висока свест, треба сериозно да размислуваме за тоа кој се треба да биде кандидат на овие претседателски избори. И затоа реков дека најголемиот дел од времето Социјалдемократскиот сојуз во овој период е посветена да изнајдеме вистински кандидат кој што ќе биде одраз на состојбите во Република Македонија и човек кој што ќе има јасна визија со авторитет за државата, да ги одреди правците, не да шири евроскептицизам во државата, туку напротив да гази силно по патот на Европската унија и на НАТО. И затоа сметам дека ако се пристапи сериозно и ако се заборават партиските интереси, тесно партиските интереси од било која од политичките субјекти, ние можеме да дојдеме до претседателски избори кои што може да се одржат, кои што ќе понудат претседателски кандидати за кои што мнозинството граѓани на Република Македонија без разлика од која етничка заедница може да застанат. И досега имаше претседатели на Република Македонија кои што беа поддржани од повеќе од етнички заедници, не била само од едната или од втората етничка заедница по големите. Албанските политички партии да се дистанцираат и да не учествуваат, тоа ќе биде сериозен удар за демократијата во Република Македонија. Апсолутно. И затоа викам сега треба во рамките на разговорите кои што ги имаат коалиционите партнери и постојано оставаат македонската јавност во неизвестност што тоа се случува, како се случува, докаде се разговорите, што се разговара, се плетат приказни и така натаму, сето тоа допринесува уште повеќе да се усложнува состојбата во државата на политички план. E keni analizuar dhe vini duke analizuar se nëse definitivisht merret edhe vendim për të bojkotuar zgjedhjet, shkaku se partneri i koalicionit nuk ju ka pranuar diskutoj mi propozimin tuaj se si do vazhdoni ju bëni koalicion ose në qeveri, qoftë tani si të vazhdoni apo qoftë edhe pas zgjedhjeve nëse rezultatet dalin njëjta. Me një person i cili nuk dëshiron të dëgjoj fare se çka mendoni ju. Ne ende shpresojmë se do shfrytëzohen këto ditë në kuadër të atyre afateve që partitë reflektojnë mbi seriozitetin e këtij propozimi. Si do të qoftë jo rastësisht edhe kemi parapar edhe variante tjera, nëse përgjigja do të jetë tjetër dhe kjo do të komplikon dukshëm skenën politike, kurse BDI do të mbetet konzistente në qëndrimin dhe insistimin se Maqedonia ka nevojë për kryetar që do të reflekton vullnetin edhe shqiptarëve edhe maqedonëve. Çka do të zgjedhë si variant BDI për të vazhduar në këtë mbetje konsekuent në këtë drejtim, do të shohim se cilat do të jenë analizat e partisë dhe kryesisë qendrore. Nuk e përjashton mundësinë që në këtë moment që të përkrahani ndoshta ndonjë kandidat nëse është i pranueshëm që do ta jap opozita? Mendojmë se konsenzualitet nënkupton vullneti i dy shumicave. Kjo është në Maqedoni konsenzualiteti, se përndryshe do të kemi situatën e vitit 2006 ku shumica me njërën palë do të ketë koalicion me pakicën në palën tjetër dhe këtu nuk do të reflektohet veç më vullneti i dy komuniteteve. Prandaj insistojmë në variantin e parë, do të shohim se cili do të jetë epilogu. Ne jemi shumë serioz në drejtim të etablimit standardit kandidat konsenzual.
dhe seriozisht do të mund të reflektohet në komplikimin e skenës politike. Сега treba македонската јавност да покаже волја, односно мнозинството да покажат волја кон една личност за председател на Република Македонија, која што ќе ја видат како кандидат кој што може да ги артикулира ставовите, мислењата и очекувањата на македонските граѓани во овој момент. И мислам дека во погрешен правец се води дискусијата ако мислите дека вие ќе се договорите како политички субјекти и тоа што ќе го договорите како политички субјекти е најдоброто за Република Македонија. Апсолутно не покажавте сега во овие 6 години дека водите политика која што е најдобра за Република Македонија. По сите аспекти. Економски зголемувањето на долговите, застој во евроинтеграцијата. И ние постојано слушаме се, знаете, до сега многу пати беше одиме сега со извештајот, ако немаме позитивна препорака, ако немаме датум за преговори, дуи сериозно ќе размисли што ќе прави понатаму со состојбите, до моментот додека се Mohoj se në Maqedoni ka problemet shumëta, por dallimi ndërmjet ne dhe të tjerëve është përse ne mendojmë që problemet janë pasojë, kurse pasojë e mosgjidhjes së çështjes së emrit dhe zhbllokimit të integrimeve dhe andaj fokusi e di që përsëritem, por fokusi është rrënja e problemit. Ju mendoni se është rezultati politikave të qeverisë, është drejt e juaj si parti opozitore që të kritikoni qeverinë, mirë po esenca e problemit, ajo objektivja jashtë prizmit të interesave politike partijake është çështja e emrit dhe çështja e zhbllokimit. Заради тоа што проблемите се последица во Република Македонија, ама на едно неодговорно владење на ВМРО ДПМН заедно со вас. Затоа се последица проблемите. Иначе, јас да ви кажам, вие бевте... Не, со аргументи и со факти ви кажам. Не, ќе ве молам. Дозволете само. Не, дозволете само. И можеме да аргументираме со денови дека проблемите... Дозволете само да ви одговорам. Значи, вие бевте во една влада во поствоен конфликт, послевојниот конфликт во Република Македонија заедно со Социјалдемократскиот сојуз. Со истите проблеми. Направиме сериозни исчекори кон евроинтеграциите. Тогаш се доби и кандидатскиот статус на Република Македонија, така ли беше? И не може, значи се водела една политика консистентна која што значела и можела да артикулира и да гарантира таква една работа. А создавањето на пречките во Република Македонија е цела парти македонаси да згjedhin për që të jetë përfaqësues të tyre. Ne këtë duhet ta ne jemi me Gruevski në qeveri për shkak se ata janë përfaqësues. Okej, dhe shihni se nuk zgjidhet kjo çështje dhe ju prapë shpresoni se do e zgjidhni dhe vazhdoni me të njëjtat premtime për qytetarët shqiptar se ju do integroni, a e dini edhe ju qartë dhe e dim gjithë ne se ju nuk mund të integroni pa dhënë vendim dhe pa e marrë atë vendim zoti Gruevski. Unë nuk e di që ndonjë parti tjetër ka deklaruar se do të zgjidhë çështjen e emrit posa të merr pozitën në qeveri. Andaj punojmë tani me atë që është për momentin përfaqësues i komunitetit maqedonas dhe përfaqësuesin e komunitetit shqiptar që bashkarisht në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar gjejmë një zgjidhje. Mendojmë se ka progres, jemi më afër se kur, shpresojmë që periudhën vijim të kemi një thyrje ose një çarje në këtë drejtim. Mos përsëritem, e kam thënë shumë herë dhe them prapë, unë mund t'ju garantoj, si qytetar i thjesht, si gazetar, si njeri që i din rrethanat se zoti Gruevski, edhe 100 vjet të jetë në pushtet, asnjëherë nuk do zgjidhë çështjen e emrit. Mirë po, ju atë nuk dëshironi ta besoni dhe nuk dëshironi ta shihni, dhe ajo është problem i juaj dhe atë duhet ta vlerësojnë votuesit e ju. Mendoj që nuk është problem i jon, për shkak se tregova se qeverinë e formojnë vullneti i qytetarëve në të dy palët dhe BDI nuk ka asnjë dhe të mirat këqija dhe të mirat i ndani bashkarisht partnerët e koalicionit që jeni pjesë e qeverisë. Parimi korniz në përcaktimin e qeverisë është vullneti i dy shumicave dhe kjo do të mbetet gjithmonë. Ata duhet ta zgjidhin çështjen dhe jo t'i lënë anash, siç ne po bëjmë maksimumin t'i afrojmë palët në gjetjen e zgjidhjes, jemi optimist që në periudhën vijim do ketë një thyrje në këtë drejtim. Do jemi këtu ta shohim se çka do të ndodh. Mos u mbetet as ju falenderoj që ndat kohë dhe ishit me mua në këtë studio. Do jemi edhe javët në vijim bashkë me ju të nderuar shikues për diskutuar sigurisht mbi këto tema dhe zhvillimet që do të vinë. Do të kemi apo jo edhe zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe kush do të jenë kandidatët presidencial të subjekteve politike. Dhe a do të bojkotojnë apo jo eventualisht partitë shqiptare zgjedhjet presidenciale. Ju faleminderit një. Аз ви благодарам за така и очекувам дека ќе се расчисти дилемата во следниот период, дали ќе имаме
nekakva razvojska nova situacija ili imamo samo odluka oko koje se ostvarува cenzus u vtori krug. Ju falemderit edhe njëherë për vëmendjen, bashkë mirupafshim, shifemi të njëjtën ardhshme.